Kemi shumë për të diskutuar, duke nisur edhe nga deklaratat e her pas hershme të Donald Trump, që her pas herë duket edhe kontradiktor në mënyrën se si është prehur se si do të sjellë paqen, edhe pse tashmë paqja i duket një plan disi më i largët. Kam kënaqësinë të kem në studio tre zotrinj, Ledion Krisafi, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Faleminderit shumë që na je bashkuar. Ndërkohë në krahët e tij Marlin Laçi, po ashtu ekspert në i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe zoti Kujtim Ibraj, avokat dhe njohës shumë i mirë i dinamikave në arenën ndërkombëtare. Kënaqësi që ju kam të treve në studio. Ndërkohë do kemi mundësi që të kemi edhe një grafik për të kuptuar situatën edhe në aspektin e hartës, se si është situata mes zonave të cilat kanë sjellë një lloj diskutimi edhe për se sa më tutje do të shkojë edhe ofensiva ruse kundrejt Ukrainës. Fillimisht i marr një koment për reagimin që ka bërë Donald Trump, pra që të vi me një reagim duke thënë që do ju sulmojë. Ka nisim bashkë? Donald Trump dhe Vladimir Putin në shumë gjëra kanë një mendësi të përbashkët. Dhe mund të quajmë mendësi rruge, në kuptimin që nëse ti më godet mua, do të godas ty. Kjo është e padiskutueshme. O ta bëj Putin, o ta kishte bërë Donald Trump nëse do ishte në vendin e Putinit. Pra kanë të njëjtin mentalitet të dy. Ajo që nuk shkon në këtë rast është fakti që do ta godasim me dron, nuk besoj që do godasim me dron Rusia, më shumë se do përdorë raketa balistike, ndoshta edhe raketën e famshme Oreshnik në këtë rast, por përgjigjja e Trumpit të thash është sepse mentaliteti është i ngjashëm mes dy palëve. Kujtoj për shembull kur erdhi në pushtet Trump, një nga gjërat që tha është që rusët territorin e Ukrainës e fituan dëshmërisht, e fituan me lufta, kështu që i takon ta marrin. Pra në shumë gjëra kanë të njëjtin mentalitet dhe nuk ka ndonjë çudi për Donald Trump në këtë pikë që Vladimir Putin mundohet të hakmarret. Madje përkundazi kam shtypën në telefon mund të ketë thënë që bëj punën tënde në fundit edhe kjo është detyra që duhet të bësh. Pra i ka thënë, mendon Donald Trump i ka thënë. Jo, po them që nuk do ishte çudi ta kishte thënë diçka të tillë, pra në këtë sepse mentaliteti është tipik mentaliteti i një personi që nëse më godet, unë do godas. Pra kështu funksionon. Një orë telefonat. Një orë telefonat, sigurisht një gjysmore është përkthimi mes palëve dhe duhet kuptuar që në telefonata të tilla Ukraina ka mbështypjen në çështje dytësore. Çështja kryesore në raste të tilla është marrëdhëniet mes Shtetit Bashkuar dhe Rusisë. Pra Donald Trump intereson më shumë marrëdhëniet tregtare, energjetike ose çfarë mund të bëjnë në Arktik me rusët, se sa si mund të përfundojë lufta në Ukrainë. Është dhe biznesmen. E rikujtojmë për ata cilët mund ta kenë harruar për pak momente. Nuk është biznesmen aq i madh sa që mendojnë shumica e njerëzve. Në fakt ka pas shumë probleme në biznesin e tij dhe Amerika ka shumë biznesmen më të mirë se Donald Trump. Ky që deri tani nuk është se ka treguar në një gjë të madhe në ekonominë, është ende herë mbas se bën një gjë në muajin vazhdim.